që tash jena gati. Mirë mrama, Klan Kosova, robi plakët vet, jo po kur do vet. Se son të jam vet. Jo vet i 40, po vet i 8, me bendin edhe me musafirin e sontëm që kemi. Santi nuk është mo me neve, ra me shpirti i poshtë, veç për sonte. Kur po thëm, hani mirë, peni mirë, peni naj birë, e qka mujna me pi prej birave të burgi, është me neve. Edhe ushqeoni mirë, po seks sa ma shumë, se virusa ka të cilni. Imuniteti pju bjen. Po smuhni, po mungëni. Që artoni smungën kërë, që artoni ma i rio këtu në bend, i pari vjen. Ska lidhje. Sonte kena mu knosh muhabet, kom nga të regu shumë sene në lidhje me shëndet, e për muzike, për gjithë shka. Një arani joni, një kolegi joni, unë e kësha fillu me sponsorat, ta është dëna mi bo dhe pjesën e Santit, nëse ja dalë sonë të vetë, bëva kisë të thiri mua Santin mu hesh. Luxor Hoteli është një hotel fantastik, përveç dhomave që i ka dizajnu me qaq bukur, aty muni me kalu një notë fantastike, me loj lojna, dhe më thonë, s'flen heq. Reni, fleni, luni, ditën, notën, vikend, me femën, pa femën, veç më se leni pa shku. Vizitonin në blotë sa të futën i nonën e djathë, pro Luxor Hotel. E si që thashë dhe ma herët, të burgu, bira, kvalitet, Kopenhagen, Danimarka i prodhon këtu, apo besim, se ti... Ha, nuk mirësh mu me këtu, ha? Po që ku shkru këtu? Danimarka, Loqka. Edhe këtu mogi, ha? Zdo me thonë me konë student, muni mi hongër familjarisht, jënë shumë të mira që ka s'ko këtu. Orra, kikerika, badema, lajfia, ketë senet e mira, që na duhen neve për mos mu, edhe për me kryat punën mirë. Mos gaboni pra i provu, pro jënë zgjedhje ideale për snack, që përveç shijes kanë edhe shumë vlera ushqyese. E reklamimi në aeroport është për bizneset jashtë vendit, sidomos, që ka plët veçun e son njën, Zvicrën, Gjermaninë, për këtë Evropën, me 300-400 punëtor, halal ju koft, falimderes që ju kemi. Kur të vini na Demja Shar në aeroportin e Prishtinës me po biznesin e juja aty, pse jo? E për këto muni mu lajmëru me thirë në 049 165 444. Edhe u kry muhabeti. Vazhdojmë me barcoleta që ku pregadit për juve, sot jënë. Qika, mam, qysh është herën e parë? E mëjnon. Një thasive ta hek dhomin, edhe dhem, tha po dhe s'ki qef me ta nëzirë. Jam 21 vjeç dhe dal me një gru 49 vjeqare. Tha, duhna shumë, tha, duhum shumë, tha, po problemi i vetëm është që djali vetë, 25 vjeqare, tha, po refuzon me më thirë babë. S'po do mbe vlo ka vendosë që është do e ka lidhë krytë qykë. E qaj bjenaj kur t'ja qinë nonën? Pësë do me thonë vëqë baba me qikë, apo me mesh. E që kë, Leotrim Gjyshinca, tha, a më nëshme ma përmen emni, tha kush da ka që vicin. Mja nisë me o përmen se cilit emnat këtu, s'kemi na shumë minutarë që thojnë. Tha, me një fa restoranin Prishtinë s'kish posë shumë punë, edhe qotë shefi ja bën kamarinit që
ndroshpëzore, qitë kofën e për tavolina, letë menojnë që lugo këtë që po ka punë. 2 ora e qështu, ndroshpëzore, qitë pija anë i knju, bëke kështë po foli me dikën. Edhe kë lodhët edhe shkën jahin shefit mas qafët. Kap, tha. Tha, e normal mërë të tha, pse po ma më shën? Tha, kush mërë ta më shëj, tha që sa njeri këtu, ku betit i kush ta më shëj? Po, se ka menu që ki pjallu në qokën këti kamaririt, atë në shefi, po. Thonë kë njeri këtu, une. Hyp njonin taksi dhe gjatë rrugës, e prek taksistin. Taksisti, e ke më redorën më së më prek, apet mas 2-3 minutave, të jalëshu dorën aj taksistit. Ky hekje dorën, po të thëmë atë qita jashtë për kerit. Dorë herën e tretë, pja mërë taksistit dhe ngoj. Edhe kësë po thotë sen taksisti. Kur pe kryna i, taksisti pe këshive vërë. Ha, i ka regjia që të kokete për nonën të qifësha. So kesh me provu me hi me punu taksi. Po hen njonin në, qka në këtu në burektore ose në buk pjeks. Tha, apo mjep, tha 10 gjevreka. Tha, jo, ta dhonë një kese. Tha, jo, tha se ishti në karë. Shazotin unë një kësha qi. Po se ke kjo Robert, mi porosit 20 gjevreka. Që e gjevreki trosh? Ej, shkojmë pak me marketing, pro qëtë numërin që ju thash ma herët, edhe ma ndej vazhdojmë me musafirin e sëntëm. Bendi a e një goti? Ju hitë për zgoti e ora be. Please, welcome. Andin Rando Brava! Babu ka o plak, tash pe krym pak ma vonë. Kër u koni i ri e kry këshmej, tash desa pe krym. Gjus tak të një takt. Andin, qa ke që kjo Shqipun? Kjo. A është Shqipun e lakta, qka kjo? lakt. E lakt është, ha? 3, 4. Që u lak edhe të burgi. Ku. Ej, mirë se na erdhe. Mirë se të gjitha, pak ma ndryshone me një super show. Me një super show me pa njerës pak një andin ma ndryshë, është janë shumë veç serios me pa jo bioenergjia, jo kështu ju ashtu. Ajo është puna jote, ajo është tash profesioni i ri jote, këtu je si shokioni, si koleg. A me thonë, ish kolega, alo koleg? Puna hala po bënoj, veç po bënoj për veti, për qef. Për qef. Muzika është një diçka që nuk mund është me lonë kur, se është ushqimi i shpirtit. Definitivisht. Është dashuria e parë është muzika, nuk është femna e parë në cilën një dashuru. Muzika është para saj. Muzika. Çto femnat se kuptojnë? Se kuptojnë femnat me 5 vjetë, që ashtu 4 jetë, 5 jetë në shpe pianon, kër e shishim atin të e prek, mas pari ku prek pianon. Do me thonë, ma ne dikun ka klasa e 3, e kote ja ku nisë me më shukarit, ama kështu po thonë për veti, e mojnë menë që dashnia e parë është muzika. Edhe pianos nuk mund është kur jo mi thonë, sa e kur s'ka lëndu. Edhe s'bot bajet se kotë borda, kotë zeza. Kur s'ta ka këthi fjallën. Kur? Qashtu është, definitivisht. E prek me një gisht, e prek me 3 gishta, e prek me 5 gishta. Me sa dush, me mund është. Kur, s'tot, jo la pusht, jo nalt. Gati, prek pusht, prek me vish nalt. Gjithmonë e gatshme. Edhe ona mund është me prek. Ka dush, nalt, pusht, pak ma nalt, pak ma pusht. Jashtë i pedalin pusht, jashtë i pedalin, mund është me koqit, mund është qysh dënë ti. Ekstra. Qa s'kena me fol? Qa ko trete andini? Të unë e ka shumë sene të reja, Robi. Shumë sene të reja, unë që 3 vjetë jom të marrë me një profesion holistik, jom të punu zyrtarisht me metodën japoneze e reiki, edhe jom certifiku për këgja do modalitete, prej 2011 po meditoj,
jam bo person spiritual, e kom transformu Andinin për 360 shkallë. Bile ka njerë dhe njerë që s'm ka pa kohë gjatë atin, kur po më këshyrin për vrenë që diqka, unë po thëmo, deka i Andini. Po, atë ka ndryshu dhe ty, se ti e konë... Po, më ka ndryshu për të mirë. Për të mirë dhe shtë më thonë. S'kom pas një farë telashe që me thonë diqka, beq për të mirë më ka ndryshu. E konë një gjallë, do me thonë shumë gjallë, e konë ke pos full energji me muzika, me sene, me projekte, e tash që po të shoh dhe në Instagram, normal që edhe mosha e bo pak mane, je bo, prend, je bo. Po. Sa vjetë të ka bo qika? Qika i bën 9 vjetë. 9. Andora. Mashall. Andora. Andora është këtë karakterin teme ka. Andora Rando bravo. Rando bravo. Ato stanolin kërkun pa pasësh i kalon këtë kufinat. Unë e përves shëkim jemnin, Ando brava për thëtë, se që ashtu për shkruun. Normal. Së ndërot. Qikat janë dashnijat e babave dhe ti ki qikë, kështu që unë e ti paka shumë kena ngjarjen e ngjajshme edhe e dim çka është dashnia e qikës, edhe e dim që për qikën baba është kështjella e vetme në jetën e saj, shtylla më e fuqishme. E vërtet. Se di që atë thëmë, për qika me folë, kush s'ka qik nuk e din që është dashnia e qikës. Unë gjithmonë... Krejt, ju që keni edhe djemja u rritë zoti, po dhe me thonë, qika është sen... Qika është ekstra. Adin qysh, na gjithë kena qef djemë me po, se dojmë një trashëgimtar në atë kuptimin, se jena shqiptar, adin, po djemë t'jenë ma karapidika. Kur t'i bën 5-6 vjetë, të babi jam i 5 eurë, ta më shqit dhe në ta shanë nonën që aty. A kryt me dhim, veç pak me dhim kryt, qika t'vjen të krajit, që të babi atë kaloj. Derin frimën e fundit, e moj me më pi nonës tem. Dhe me thonë që ka nejtë gati. Kështu që shqyr që i kena. Shqyr. Kush s'ka, zotja dhasht, kush ka, zotja rujt. Qashtu, të regom me qëfar lloj njerëzve ose problemeve që i kanë ata, po merësh ma shumë, po hosën. Mas shumë ti punoj me njerëz që kanë problem me ankth, me depresion, me stres, mandej kam raste për shembull të suksesshme që kam pas me migrenë. Tash na të kuptohemi në senën, e gjithmonë them, kam raste suksesshme edhe raste jo të suksesshme. Unë e punën time bëj mas mirë ti në botë. Qashtu, po shërimi është në dorë të Zotit. Çka është me rëndësi për këtë punën, unë që e bëj. Ka 0 efekte anësore, sepse është trajtim holistik. Dhe me thonë, është një alternativë për me provu dikush, nëse dënë me provu diçka që mundet me qenë mrekulli bërse, po që ka 0 efekte anësore. Nësë do të me arru që mi e konë operacion, nuk qëtim pa në nshkru dekën tonë. Kështu që shumë njerëz dhe zgjedhin që të lloj alternative për me zgjidh qatë problemin e tyne. U përfolë shumë për jetën tonë personale, si për të krejve, do me thonë, kur je ftyrë publike, si për mua, si për plot tjerë. Sa ka ndiku kësen në karierë, për shembull, në profesion të ritashe? E ki fjallën për ndarjen. Po. Ndarja, të unë i ka pas 2 efekte të fuqishme. E ka bo thyrjen tem më të fuqishme emocionale dhe të zemrës tem që e ka thyrë copa kështu një jetën tem, ever, edhe të njëjtën kohë ma ka bo ngritjen më të madhe ever një jetën tem. Diçka është puna që pa dash me t'inglu që po du me folë kesh për dikon, absolutisht jo. Mbi gjitha Nora është nana fëmijës tem edhe unë ja dëshiroj asaj çdo të mirë në jetë. Gjithmonë ja kom dëshiru, ja dëshiroj edhe do t'ja dëshiroj. Shumë se ne kena të përbashkë, në ti. Shumë kena të përbashkë, po. Edhe emrin, e nonave të fëmijëve. Po çka është me rëndësi? Çka është me rëndësi është me kuptu, do me thonë që një jetë nuk mundesh me urrit pa dhimbje, adin. Ka njëherë dikush një jetë, për shembull, të lënë edhe me ndonë, shumë me thonë të lënë për dekt. Edhe kur ti shohësh 100 herë më e fortë, tani është Andina jeti? Qashtu? Jo, s'qem mëne, jam qika tezës Andinit. I ku më ruflëk? Vine kom dreq. Po. Kallëzëm me që the edhe ma herët muzikën, së në shmelon është Muzika është ilaçi i shpirtit, po du tash një fakt shkencor me tregu për publikun është shumë rëndësi, se në Greqinë antike shkencat janë ndarë në dy klasifikime, ka qenë tridriumi edhe kuadriumi. Në kuadriumi janë hi shkencat e larta, si matematika, fizika, kodadione. Çka është interesant me potencu, që muzika
ka hinë quadrium, ka hinë shkencat e larta qysh në Greqinë antike. Sepse edhe Nikola Tesla ka thonë, nëse doni me kuptu universin, me ndoni vibrim, me ndoni tingull. Kështu që na, si muzicienta që e kem qatë talentin e muzikës, e ditëm apo se ditëm, të ne kem potencialin me qenë shumë njerëz spiritual. Sepse gjithë çka ekziston në qëtë botër dimensionale ku jetojmë na, është vibrim edhe frekvencë. Edhe që ky Zot që në pefoli edhe vesh jetë penin edhe trun jetë pe konverton. Çka ju thu këtyve njerëzve që mendojnë ose që e thojnë që bioenergjia është mashtrim? Bioenergjia, kjo që ka bëj unë njihet botnisht. Edhe mundesh botnisht ku dush në çdo shtet botës me bë, mundesh në Gjermani, mundesh në Amerikë. Në Amerikë e përdorin për mbi 800 spitale. Unë edhe në emisione tjera që kom qenë, kom pajis regjin me video me pa njerëz. Edhe tash unë kur ta qes ty me pa, dhe ajo është diçka që njihet botnisht. Qa ko me thonë? Veç e frishi. Qashtu është. A ka raste kur të thonë njerëz me shku të mjeku dhe jo të ti? A ka raste kur ju thu të njerëzve, shko të mjeku, ti s'ko ke për mu? Po, ka raste se për shembull nëse personit ka ndodhur për shembull dikush shbathir ka thonë problemin, vallai e ka bu fotografimin të problemin e kam me unaz, atin. E thon çysh ti po dan me bioenergjinë për ta kthy unazën bena? Qashtu. Aty në fakt na i kemi dy probleme, kemi edhe energjetik edhe fizik. Qashtu. Po ti pa shku me rregullu me kthy në vend që ato s'ki qa vjen tonë. Më sukonaj që u djege e kanë shymë me kacia ata kolegët e vetë. Nuk e dive që qka është me rëndësi me kuptu, që edhe shkenca tash po thotë që burimi i çdo problemi është psikomatik. Do me thonë, gjithçka vjen si rezultat i blokadave të pikave energjetike në trup, mas ne shfaqet si problem fizik. Se më ronë men qaj vec. Qojnë spital, atin se u kolla, atin që qojnë, po këm njerë se ka kolla, atin po edhe pas ka të thymeve shumë eshë në atë keti pas, tha allojnë, tha, nuk ka dosht me shymë, tha me kaci. Qa kam pos me gap, ata atin për e gap me ashimë, qojnë ata shë spital. E di edhe unë në vistë mirë. Hajde. Dy tipa, njoni përrim me një shoshnin ketë në tjetër kafish, njoni përrim me një shoshnin ketë në tjetër kafish. Edhe po hajnë, po pinë, edhe në moment, njonin këtë kafishin këtu, që thotë, më falni, më thotë, se duna me thirë këtë mutin. Edhe për thirë në telefon, atje pitë se ngrën, edhe aj me shoshni. Falni se duna mi lajmë rukë. Shumë e veç pak se po më thirë këtë muti, atin. Edhe po lajmë rot. Alo, inderum, inderum, si e? A e mirë? Që është vici? Vici e ka titullin inderum. Hajtë na i vecë ma telefonin tjetër? Andimi me dy telefona. Me dy telefona. Na i vecë tjetër. Hajde. Ku më kujtu shumë kam ditë vica. E di, kërë më pysin mune, dhe më thonë, që 5 vjetë ka 4-5 i të regojnë emision, me bu me më pyjtë, qështu atin të thuma një. Blokohet njeri. Ajtë në shtanë ndërkom kujtohet. Ani, me muzikë, pra po këthejmë të muzika, se ty të një mas pari si muzikant. Na e mikon edhe shkollë të mesme bashkë, të jekon një gjenerat ma përpara. Bobat, kolegë, Reshoti që shë Reshoti? Reshoti është mirë, Agja Reshat, sa për e morë një qmim që tash një dekorim prej prezidentës, për kontributin e vetë që e ka dhonë muzikë mirë, i ka bo 87 vjetë, në kom të veta, po del në pazar, po blinë në zane, Reshka është. Reshka është bravo. Reshka. Reshati. Këta me shkunjën rëpët kalze, këta rënojnë gratë. E vërtet. Si da mos me dy rëja... Rrr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 r
Mande kemi një musafire, edhe mande këthejme prap muhabet unë e ti, edhe pastaj kemi edhe një rubrik aty. Pa qeter. Pa qeter. Këthejme pas pak. Si në shqiti kër, në qdo pikë për vrisje
bravo. Sonte e kemi me neve në Robi Plaket Kulturvet Daolina Behrami, e falenderojmë sonte që është mësafire të na këndoj një kongë shumë të mirë të Argentina Ramosaj. Shumë kongë e mirë. E Argentina e ka posë edhe një kongë me Florin Dokët, e shqiptarët e bëjshin do video, u pa të bu virale ajo. Ajo konga, ku ishe ti? A i dilke njoni, isha në banjë të vi, a dhe një bëjshin do asë, ma matë pashtër me qka si vjen me më. A te për kongë e mirë. A u përshëndete me djema? Po, balën e kam lokom balën. Se një mëti, unë kom pas fatin me qenë prezent kur ka ushtru bale, për shambull me Edi Mirakun, da me t'i pas shpirtin shokun tonë, edhe me Gezen e me... Kreta generatën... Jem koni ri, po jem koni talentum. Mershin ka njerë me bo muzika, për më kuptan. Po. Si gjithmon ka pas problem me tasterista me. Me qenë nga të në unë, të buka kom lejtë shpi, kom angër buk, të Edi kom flajtë, edhe në... Jo që një e moti, po edhe janë... Mja dhoni, me këthy pak në ko. Edhe jo që një e mi moti, po krejta që i për mene janë të më të mirë, që i ka peja, edhe për Edin kuda që është në parajs, në nivelin më të naltë parajsës, e përshëndesim edhe shokun tonë Edin, se kalon shumë gjanat mira në brendësin tonë, a jetën me neve gjithmonë. Bashkë. Krejt ata që janë me neve, që kemi kolege, i përshëndesim familjet e tënve edhe muzikën e tënve që na kanë dhonë edhe krejt që kanë bo, për muzikën e sa mirë që i përmenë edhe që i përshëndete se këta sonte kryin kontratën edhe i largoj. E dham një përshëndetje, një lam të mirë ja dhe. Shumë dhe me thonë fajr i mirë. I ku marrë do bugar po të kalëzëj. Ej, kalëzëm... Do bugar Papazevski. Po, kalëzëm cilat jenë planet e arshme. A menon një rikëthy muzikës, a më shumë u mone muzika, do me thonë je i knaqen me qëto që të e botë që tash. Muzika është shpirt, kalëzova, është në qelizat e mija, o në qysh në pandemi, veç jetojsha prej pareve që i mersha prej muzikës, kom një 165 vepra që kom bo muzikë për reklama, për korporata, për filma, dhe mersha për qindja, ata pagu ishin kësi për qindje për përdorimin e muzikës tema. Muzika ka involvim edhe në botën spirituale, se janë dhe frekvenca, janë dhe sena. Mirë po, si profesion, dhe me thonë punën të cilën unë e ushtroj është që kjo, me qëtë metodën e trajtimit me energji, kurse planet e mija janë me u zhvillu vazhdimisht, shpirtnisht, me jep sa më shumë mesazhe pozitive për këtë vend, se besëm, Robi, adin qysh kur pishtat dhe njerës të shkru dokumente pa lidhje, jo që ma njën mu për atë punë, më kuptan, po më dhimët populli jam sa që sharak dalim kundraj botës. Qashtu është, së nisen që e këtë shpik ti. Po më kuptan, botë e reiki eksiston që 150 vjetë. E po më dhimët populli jam se duke këtë popull dale e plast. E thashtë edhe me një emision, para 2 vjetëve kom pas ftes me shku në Londër me punu. Edhe rriqi tu. Fiks. Me këtë për të kuptet që është po, ma është budalaki edhe mu morë me komente. Jo, absolutisht nuk mirë në po... Po, ishtë dhimët që përdu të që s'ka një formata e shkrujnë. Po më dhimët që Luan Osmani shoku jo në basisti, thejke zoti e dënën glupostin. Po. Shtë që mami i rekord s'der shuaj. Po. Kjo është late night show, do me thonë këtu, ty të kumë thirë si kolegë, si muzikant, edhe për qitë profesionin e ri që e të e bo, këtu i spjegove ketë. Edhe s'del kur keq, edhe s'tla me dal keq, edhe ata du të me dit ata që jënë konte ti, edhe qatë punën që e spjegon ti që ka e të bo, ata du të me dit që jënë të shkute baba i kësaj pune. Hama, na e na njerëz mujna me bua i gore, me kalzu vica, me të shka. Absolutisht, edhe bashkë po vjen mirë që më këtë thirë sote, me po pak njerëz me po dhe një andirë ndryshë, se më shojnë gjithë serios, se me në që unë s'kam jetë private si tjerë. Po, që e një pyti shumë të letë. Po. Këtu i kemi tash sponsor,
jënë seni ma i ri që kanë ardhë, bashkë me Tuborgun edhe i falenderojmë. A është e vërtet që ta qojnë karin qëtu? Ka të zëtë drejt. Jo, këtu A janë qërë, këtë qëto sene qëtu që ka janë të shëndetshme o vla. Këtu janë tjash zakonshme që ma dorën për ngritjen intelektualit njeriut. Të pa shmet intelekti. Këtu më dikojnë... O me di qëfar budallë e kam. Ma i lidhe me intelekt. Zhvillimin e intelektit, tjash zakonshme. Pse nuk e shkrujmë bre dhe mropa me shkru, se është e vërtet që qëto sene jënë të shëndetshme. Unë që si ushimi ja për çdo ditë. Që kjo është, do më thonë, ushimi jam ditë. Do me thonë mirje, për intelektit. Nuk ka, në do më thonë brumna fare, për intelektit kam jashtëzakonisht. Po është zotin. Po. O jetë. Se po dalim zonë të kësë. Qëtë dhe pak. Ha? Qëtë dhe pak. Jo në zgudzej me të pru. Jo. Zgudzej me të... Vetë, qëtë, Ha? jo, qëka jam. I kini bo dhe vjetë edhe po vënohni. Jo. Që mentorit vish një rrësh. Hajtë me të qeloshit, po është zotin. Që shë badem një këtë firma? Ha? Që një badem, bravo, bale. Po më dojshe. Hajtë mentor. Te hap ke gujen. Ej, Që badem një këtë firma? kjo është mogli. Jo, po mogi, ha? Mogi. Po. Kjo të koka... Mogi, që sot mira. Me kom për pjetë. Bash. Që që s'kena me knu se këto, ha? Që se qëllë që më harët? Që tash, se falim seriosisht, tash kemë nevoj Po dikaj ka pak. bash në rojt intelektit. E mas këtëne, na mujna me shku me rubrikën e Hepsit, Pulat e Robertit. Kena mi bo do muabete me telefon, të këshyrim kush për na thirë, a kon për thirë, ma qa kam pregadit për neve, këthejemi pas pak. Andin, a i hongre qëtu, a? Po shazujnë se dita që ka pula, zi jonë nga Zotin që... Allo, s'është problem luë që kem, edhe pse kemi shtash këtë rubrikën e Hepsit, po ju jeni të sakt gjithmon edhe të nëzeta i bini. A i një orë? U bolë që. Hade, që për qës dikon me orë mi morë. Këta janë shumë të sakt edhe i binë të nëzeta, jo me ongra të ftofta aty. Unë e para se me bo qatë rubrikë, po kom qef edhe një 3 pyetje me spec. Okej. A janë me djeksa me... Se t'jep djeksta janë, po s'pisa djekës që me na dhonë pak... Makona djeksin. Forë zotin. Që për shemull, shkojmë, masit kom jaran së më shku me fort djeksta. Kur edhe qyshe ke kuptu që je bioenergetik ose terapist bioenergjie? Trupi jonë udhëheqet prej shpirtit. Nëse shpirtin nuk e ki prezent në trup, ti s'je i gjallë. Të më thonë vetë trupi jonë është energji. Veç do njerës kanë ma shumë, do njerës kanë ma pak. Edhe një herë, kom thonë edhe në emisionet tjera, nuk ka ma ka shu zoti. S'mon është ti, mi anis me ndresh kjere, e me thonë ma ka shu zoti me ndresh kjere pa marë zanat dikun. Du është me kry kurs, mu certifiku për këtë pun, edhe mas një zhvillohesh. Që kjo është përgjigja, edhe ka me qenë gjithmonë. U kry. A ke pos në rast ku nuk ke arrit me ndihmu dikon? Pa tjetër, unë para se me ardhë, dikush të unë i thëmë, qërë unë e punën të me bëj mas mirë t'jë në botë, a të kalon ty, a nuk të kalon, është në dorë të zotit, që kjo është e vërteta, në momentin që ju garantën dikush diçka, a man ju koftë ikni. As mjeku në kështu në operacion, pa e në nshkruat konsentin. Ajo i bjen me në nshkru dekën tonë, me fjallë tjera kur të përkthen. Shërus është vetëm zotit, na e bojmë punën tonë, atë kalon, as kalon. Ajo është këtë tjetër muhabet. Edhe një sen tjetër, është me rëndësi që këtu, du më thonë, jënë sene probleme, sidomos me ankë dhe me kështu, nuk kalon për një ditë. Gjithë sene ka procesin, ty mu të thuj dora të gjithet për 2 ditë. Jo, si zotit e kalon 4 javë, 5 javë. Du më thonë, gjithë sene e ka procesin e vetë. Du të me pas durim, besim, edhe me pas vullne. Kjo i bjen si në turën e parë femna me thënë sen puna jote. Ka dalë për lo? Po këpëtën? është e 2-ta, 3-ta. Mos e gut. Po të kërësëm kanë dodhë mu, nës me bo, se shkeshat... A ke pos nëj person të famshëm që ka orë të ti? Po. Me bo kongë, po? Po edhe për... Po kom pas edhe për trajtime me energjive, që ajo është qashtje shumë konfidenciale, dhe me thonë, unë nuk
merrna me pjesën e zbulimit të identitetit, ajo më në veshën varë me shku me mu, se posaçërisht ky profesion jemi e lip konfidencialitetin, po ka që vinë. Ka, edhe s'bën me folë se mani me njerë thot, nej ma bozi, pse brandin po folë, dhjune? Jo, nuk është për atë, na do të me kuptu që është konfidencialitetin, në momentin që i foli, unë e kom shkel vetën, kërkon tjetër. E di, ja. Po edhe nuk ka more, mëre, du më thonë nuk ka more, po ty s'takon me folë, që ashtu është? Absolutisht. Do më thonë na imja. Zdi june. A ke andini shtu? Që shkoj. Super. Ta është po hojna dhe po bujna pak ma bet me telefon. Kthehemi pas pak. Andin që kjo është rubrika Pulat e Robertit nga Hepsi. Hepsi është boba i pulave. Non stop me risi, non stop me pika treja. I shishë me provo, ma kujt. Kena mi hongër shtash, po masi kanë më na bodo telefonata, mos na dolin copat e pulës. Unë jam ma shumë për miqkojt se mi hongër. Miqkojt, a? Miqkojt të i hongër. Miqkojt të i hongër, bravo. E ju, që e do një Hepsin, që shë du dhe one, do një me provu mega cheeseburgerin, se Hepsi e ka shkavollin tjetër nivel. E nëse e porosit një pa cheddar cheese, do me thonë, gjysma e lezetit ka hup. Kështu që mos e leni pa e provu mega cheeseburger me kashkavollin ma të mirin që e ka Hepsi, ma ne flasim na. E na, po vazhdojna me atë lezo ma mu mas pari, mas i te mësafir, edhe ma deshe qysh jënë këto telefonata. Kena me aktru. Qka ka për mu? Dikush që t'ja ki hatrin shumë, thirë në telefon, edhe të thot, a ma këndën vesh një referent njonës prej kongve të reja të albumit tëndë më të ri, e kështë plëcu dëshirë. Dikush që ja komune hatrin atin, a? Po që ja ki hatrin edhe që të thot, a ma këndën vesh një referent njonës prej kongve të reja të albumit tëndë më të ri, a ja kështë plëcu dëshirë. Edhe pse këtë gja kolege edhe këtu antarë të familjes, kam posë qef mi ndëgju, s'po kom qef, se është album, se kër është një kongë, s'kiqare pa e këshu dikuna në ndë, po album, e s'po kom qef, se të përzijën e që po që të përzijën, që të kisha thonë me bëjë qështu, që po heke edhe me mjeshtra në banis, të rëdu një banis. Ke qenë eksperta? Me mgu mu se kësha bëjë qështu, ati me jetu t'i bide në unë shtravne. Eksakt, me anis me mgu t'i kur gjësë mësh me bo. Alo? O, inderuar, se ma herët shmadrë. Po në gjirime më pasha zotin. Po? Jo, në gjirime të robi plakët, të emisionit. Po jëm të shku gjithë ditë Marova, po jëm të e bo albumin për herë të parë, mas 10 vjetë po dalë me album. Jo kësi albumi me fotografi, kërë nga kun në qenë me familje. Po zemër, se ti e di që në ty s'ta prishe dhe ma një në më përzije, mëse bë që të e heke një strofe, ashtu që të s'kum doshtë asë mi ti qu, se kum po që më këshkryt. Me taknu. Jënë tekstet fantastike. Arsim Bunjoki, Lëshkamoni, dhe me thonë, ja ka qëllu, bashkë qështu që shkom posë qefë une, po që për shambull, jo, 10 kongë jënë, po që vish një 5 gjithë jëne se lidhët me jetat e njerëzve. Hajde, për shambull, që qështu shkon një refren, ama vish 2 reshtat e refrenit për t'i dha. Kush u bo sebeb, që i ngove fjalët e zemrën ma vret. Do me thonë, kush u bo sebeb, kështë kujna ja qiva në unë që të nëndojti. Jo, strofë, refren, aranjman, orkestrim, është tjetër nivel. Si ka shkavolli i Hepsit. Hadi të o zemrën. Kush u bo sebeb, mojnë men qëto. Hadi. Sënja Prishi. Perfekt. A, së di kush ke? Me rëndësi përgjishti nga ke dhonë? Po. Ska rëndësi kush është? Roberti ja jep Andinit
lojmin se kush ka me thirr. Në telefon, po thirr një person i cili të thotë, jam gazetar dhe jemi tu e bo një hulumtim për bioenergjin. Ka ankesa që njerëzit po mashtrohen, a i gati të përballësh me kamera dhe prova. Çka ju thu? Zilja po bën lejt, plasja o zemrën. Përshëndetje. Unë e kisha pas qef ju me hulumtu pak më shumë, se metoda me cilën unë e punoj quhet Reiki, edhe është metodë japoneze që ekziston që 150 vjet në krejt botën. Është diçka që njihet botënisht edhe diçka për cilën njeriu certifikohet. Këto certifikata janë të akredituar për organizatave të shumë fuqishme internacionale. Me siguri keni pa nështë edhe video të tjera në për televizionet tjera kove të fundit, që i kom pas 2 intervista, e kom pajis regjinë edhe me video, me pa qysh kjo metodë me cilën punoj une, përdoret si tretman komplementar në përmbi 800 spitale në Amerikë. Kështu që jo mundeni, dhe më thonë, me hulumtu edhe, po më vjen keq nëse një gazetar hulumtus, nuk ishi dash me abo këtë pyetje fare në radhë parë. Sa më përket mu, ankesa të une kur nuk ka pas, sepse une kom firmën e regjistrume, edhe jam tatim pagu si rregull. Po ju kuptojnë, në regullë, në besoj që kjo informacion mjafton prej meje. S'ka në e mordë aty, të regojnë një aty në. Këto që apo i thëmë, one janë të verifikushme dhe nuk ka kurfar problemi. Së është problem, faleminderit. Kush u bo ose be... Që dura, më zbesovsh, që ku më rodh dhomi. 4 shqip, jo mërë mikrofon. Ishte knatësi. Knatësi. Edhe, a bën me ardhën aty? Bën, edhe në emisionet e arshme që kime shku t'i ka zotë i Roberti u ardhë. Okej. Po, se unë e këse pije energjike s'pi, ama për Robi, ti e din se ti kjetu në Amerikë. Po, loq. Ti e din që kjo që ka e bojë në përdorë të dhe në spitale në Amerikë dhe adin, bile ti priton edhe me full. Qashtë. Me full për ato që s'kupton kjo publika, po kupton nuk po thëmë për krejt, një pjesë. Ja, gjashtë një pjesë. Që ata që i shkujnë, që ata që i zbesojnë, ani, i sholla e në shnosh e mirë, dhe ata i sholla ka shlete po që ata që jënë kontet edhe që ka pas sukses, Inshallah mos ju ndodh kur. Inshallah kur s'ju ndodh. Edhe qëllimi jam është një person që vjen tonë mos me pas kur nevojë për mua. Bravo. Që dora zemra ime. Ishte knatësi. Knatësia. Përshëndet ma diasporën. E përshëndes diasporën, e di që numri më i madh i ndjekësve tu është për diasporës. Ata Lëshkamona i kena. Lëshkamona. I përshëndesëm, i dashurojmë, i përqafojmë nejse mos tim ma fetash. Hiç madhe, veç Shqiponia ka zonë këtu. Notën e mirë, shifemi të premtën e ardhshme. Ciao. Ciao. Ciao.